me I kontrolu. është do edhe një sy si është gjendja. A kanë ushqim, a kanë pjellje. Që u e gërsu I qik, po. Mundohem të hyj sa më thellë, mos rrini I nxjerr gjitha kornizat. Se s'ke që më ju pa thjesht me mjalt janë. Dhe si shihet kësaj nuk I kanë vu polisterol fare ansore, se kjo është një nga këto kosheret që janë janë 4 cm të trasha, e zi kanë vendos fare për fare polisterol. Kesh më mundohem të hyj sa më thellë, që ta shohim nëse kanë do pak pjellje apo jo. Sepse tek disa që I kontrollova kishin pjellje, ja edhe kjo. Që kur t'ju them unë, po kur të më dëgjoni duke ua thënë diçka, ju duhet me besu. Duhet me besu sepse unë e di se si funksionon dhe se qa funksionon. Tek zona ime e di. Tek zonat e juja nuk e di. A jemi me 14 dhjetor, ja tek I keni. Gjysma e kornizës është me pjellje, ja dhe krau tjetër. Këtej me mjalt, këtej me pjellje të bulosur. Kështu që unë s'kam as interes më as me ju rrejt, as mos me ju rrejt. Unë e di shumë mirë se qa funksionon dhe se si funksionon këtu. Sepse I kam bo gjaja këto prova, kaq kohë. Edhe kjo është me pjellje. Këtej është me pjellje të re, këtej është dhe me pjellje të bulosur. Nuk e di se a mund të hapim pak se nuk po du me e lënë dhe unë që të rrijet stofet, sa po kanë dalë blet të reja. E mbyllim. Thjesht desha t'ua tregoj se qa bëhet këtu tek parku im. Tani kush futet edhe I shef I ndjek live-et gjithmonë kur unë hyj, ai e din se qa them, sepse e ka pa. Ndërsa ato që hyjnë për herë të parë thonë jo nuk ka, jo po nuk është sot. Se I kam bërë dhe një 2 video dhe më shohin se jam me krahët shkurtë dhe do thonë mund t'i ketë bërë gjatë verës, po sot që kam me vërtet shumë ngrohtë. Dhe kjo është kjo bleta që e kam shënu për para. Besoj se e keni pa. Dhe shive si po punojnë. Do bjerë telefoni. Oh. Ok. Rregullova, jo, ta tregoj edhe një 2 tjera. Ndurës gjendem. Faleminderit gjithëve. Ja ta shohim edhe një blet tjetër. Do më duhet ta mill sepse po bëj një kontroll shpejt ose I bjen me ndejt tani duke marrë telefonin tek gjitha kosheret. Edhe disa komentojnë edhe unë nuk po muj me I pa, kështu që më mirë I bjen me I myll komentet. Po më mend se ku myllen komentet. Tani më duket si I kam myll komentet, ma bëni halal, pastaj do I live dhe do diskutojmë sa të doni. Se ju komentoni, unë mos I shif, I bie sikur jo mirë. Kështu që vazhdojmë te një tjetër, t'ua tregoj një aplikator rresht. E keni edhe një video në YouTube që e kam hedhur kjo bleta që ju thash në një live para disa ditë që ju pata thënë ka ndodhur diçka tek një blet, po dua të them live, po live nuk hynë tash më marr me ta. Po I bona video dhe dua edhe e keni në YouTube. E ta rivede. E kanë saluar shumë saqë nuk ka.
Thjesht do mundohem ty në mes, ta shohim, ta mbyllim. To besoj se janë njëjtat pletë që kam tregu shumë herë. Para vjen me janë me njarë gjithmonë. Nuk hapen se janë bo dru. Janë saldu. Se kjo këtu ka larvaditorin, këtu ka dhe të vullosur. Ja. Sa po janë të dalë bletë, ja nuk e dia duke qartë, bese se duke se s'prodhume janë më shumë jashtë. Ta shohë në rritë tjetër. Po, sepse kjo është një kornizë shkuar nga të dy anë, ka pjelli. Ja, sa po është të dalë pjelli e rritë. E njëjta edhe këtej. Kështu që prandaj unë nuk mundohem t'ju bëj video, se shikonin këtë kohë bëja këtë ose në këtë kohë bëja këtë, se duke e ditë se jemi në për zonat ndryshme, edhe nuk bëhet çdo gjë si që bëj unë me e bë dhe ju. Prandaj unë ju thjesht t'ua tregoj se këtu është kështu, sepse e di se jam duke e pa, edhe po e shihni dhe ju. Vazhdojmë tek tjetër. Çaj të bo këte, Ups. Te këtu i kam bo video. Këtë kam tregu dhe një herë ma përpara. Dhe do hym pastaj. Mas dite prapë edhe do diskutojmë që doni me pyet ose që mund të themi përgjigje. Thjesht desha t'ua tregoj se shikonja se qa bëhet këtu te parku im. Këtu ka pjelli po pyesi gjatë gjithë vitit. Se shumë nuk e besojnë, sepse nuk i kontrolloj bletë. Si që thash, të mbyllin bletët edhe kur t'i shohin vitin tjetër kismet. Edhe të dini diçka, se kur themun hap një bletë kontrolloni, gjithmonë bletën e kontrollon kur është koha e përshtatshme, kur është temperatura e përshtatshme, për shembull siç është sot. Sot unë me qef i kisha lënë gjithë bletët nga 5 minuta kështu kur shihen hap. Po kam frikë se mos ndodhi ndonjë sulm. Se është aq ngrohtë sa unë kam vazhdu jam djersit. Dhe besoj ju që jeni në Durrës edhe jeni në një vend, si paktën tek parku im është e mbyllur kjo pjesa dhe nuk fryn erë, edhe është shumë pjesë e bukur për bletë. Këtë kam tregu edhe në për live e tjera më duket edhe në për video. Me njëjta bletë, shikoje. Me njëjta rrugëmiz. Që në fillim, sikur është mbyll që para një muaji e ca nuk ka rënë as të një rrugëmiz nuk është paksua se shtru. Njëjtën me kaq rrugëmiz e kam lënë qysh para 2 muajsh, me të njëjtën me kaq është dhe tani. Ja një bletë ishte gati me më pisku, po më fali këtë radhë. Mashallah. Nëse si janë. To janë bletë të ngjeshura që them unë. Leje bletën kështu ti edhe asnjë smundje nuk ta prek, e asnjë varroa nuk t'i bën gjë.
Çdo gjë bënja në kohën e dur. Kur është koha e dur, kur ti e din se është koha e dur tek bletët e tuaja, se ti i ke pa. Jo me hamendje, siç po ma bëjnë shumë. Nëse ti ja bën kur ti e sheh se si është gjendja, e din se si është gjendja, nuk ka shans ti vrasë varroa bletët. Kjo është prallë, e atyre si shesin produkte për varroa. Çdo probleme këtu e quajnë e kanë nga varroa. Pse kanë nga varroa, jo. Se kanë jetu me mira vite bletët në për pemë, në për vende ndryshme dhe si ka gjithë gjë. Shive të pjellin. Dhe se duket qartë. S'ka nevojë me lënë më shumë jashtë. Dhe nëse temperatura është mbi 15 gradë, ju mund ta kontrolloni bletën se është fare problem. Nëse është më poshtë se 15 gradë, po nganjëherë edhe në telefon ta jep sikur është plus minus 15 ose 14 ose 13, por në realitet këtu ku jam unë dhe po rri unë tani, unë jam nxeh aq shumë, prandaj kam veshur bluzën e bardhë, se pak më përpara që të kontrolloja bletët e tjera isha me një bluzë zezë që bëra një vit. Edhe e postova në YouTube. Është shumë ngrohtë kur rrin me një vend kështu që nuk të ka pera. Është shumë ngrohtë. Kështu që ja vlen me i hap. Dhe bletët, po t'i shihni, janë duke punu pa pushim. Në moment që bleta punon, sillet. Edhe plus këto ditë kam bajt super ngrohtë. Dhe shpresoj të frekondohet kjo bleta me sukses, kjo mbretëresha. Se si që thash, ato ditë që po binte shi, që raj shiu i madh, ato ditë kisha problem me njërë nga bleti, e kishte marrë era kapakun edhe ishte mbush plot me lagështirë brenda me ujë dhe mbretëresha. E kishin vra mbretëreshën ose ishte vra aty brenda në koshere, se disa që e kishte mblodh sakt, po që mbretëresh nuk kishte pas. Prandaj i vjen nga një blok të gjithave tani sipër. Po e hap edhe një edhe e mbyllëm live-in edhe do hy prap pastaj. Por gjithmonë, unë ua them gjithmonë se ju nuk duhet bazoni se qa bëj unë këtu në Durrës, t'i bëni edhe ju në për zonat e juja. Sepse tek zona ku jeni ju, mund t'jetë shumë ndryshe, atje mund t'jetë shumë e ftohtë, se janë dhe shumë nga Kosova që më ndjekin. Dhe që ju do të shikoni kur është temperatura e përshtatshme, atëherë hape bletën e shife. Se njerë në muaj, do ketë ditë mirë, atje ku jeni ju. Edhe jo pa arsye, po a tregoj të njëjtat bletë shumë herë. Sepse ta shihni se si është edhe si do jetë prap më vonë, edhe prap muajin tjetër, edhe prap kur të zhvillohen, po e njëjta bletë. Kjo është me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 korniza. Korniza e parë ka bletë edhe këtu. Dhe pse nuk është plot me ushqim, ama ka disa bletë. Po këte nuk e quaj unë rrugmizë. Kjo e fundit lere. Tani futemi më thellë. Thjesht ta shohim ka pilli apo s'ka. Nuk do i nxjerr kornizë për kornizë jashtë. Por edhe nëse jeni në për zona që është ftohtë dhe ti ke frikë se bleta nuk ka ushqim mjaftueshëm, ti mund ta hapësh, t'ja bësh një kontroll, mund ta hapësh tash. Mos e hap, po thjesht ja heq kapakun, ja heq mbulesën sipër, ja pret bukën, ja bën gati, ja heq mbulesën, ja vendos bukën edhe e mbyll. Nuk i prish asnjë gjë. Të shiritat prandaj ja kam vendosur se e dija se si është gjendja. Mashallah, kjo dita që kam bajtë ngrohtë kështu. Ju duket korniza si mund t'jetë bosh. Nuk e di se sa arrini të dalloni, por korniza është plot. Pavarësisht se nuk është i vulosur. Ose do më duhet ta kthej kamerën telefonin këtej, që të reflektojë dielli. A duket? Duket. Tani besoj se duket, sepse reflekton dielli. Se ju pretendoni me i lënë
kornizat gjitha full të vullosura. Ky është gabimi që bëni në fillim, që nga fillimi i shtatorit hidhi shurup, hidhi ushqim, nuk e lën bletën mbretëreshën as me bë pjellje. E bani mend, unë ua tregoja ishte e njëjta gjendje, thosha nuk ka ushqim mjaftueshëm, thonin shumë. Ju aty komentoni hidhi ushqim se do të vdesi bleta. Nuk e gjen gjë, unë e di shumë mirë si funksionon këtu. Edhe sot bletët tu sjellin diçka nga jashtë. Prandaj ju them, shikoni se në eksperta në zonën tu jeni ju, nuk janë ato që futen e komentojnë lart e poshtë. Mashallah. Ja dhe mbretëresha mund mes të kornizës, dhe kjo është një kornizë panoram. Shikoni çfarë nektari dhe poleni ka në këtë kohë. Mashallah. Me 14 dhjetor, panoram. Kjo kishte pjellje ditore. Dhe kjo besoj se do ketë pjellje. Jo, tu s'ka pjellje vetëm, kjo pas ka shumë pak pjellje. Kjo pas ka vetëm polen edhe nektar. Shpresoj duket ai poleni që është. Okej, mbyllim edhe këtë. Se dia e pash këtë. Dhe po. Këtu sapo ka bo pak pjellje, në rreth, këtu e ka bo një pjellje, po është pjellje ditore, mas shumti. Dashta këtu më duket se që me pjellje të vullosur. Këtu është një rreth i vogël me pjellje të vullosur, rreth e rrotull ka bo pra pjellje. Besoj se duket, mjafton. Edhe si që shihni këto shirita, qatë do shirita është si t'i vendosni gjithmonë cepit. Cepit jo në mes. Në asnjë mënyrë tani t'i vendosësh shirita në mes. E mbulojmë. Si shihet, kjo ka dhe para dhe mbrapa ka aerosje dhe s'keni asnjë problem me lagështirën. E mbyllim. Kaq mjafton, se kam 10 lira plot këtu. 20 copi kam kontrollu. Te një 2 bëra video, po problemi është se më është blloku telefoni plot me video e me këto, edhe nuk po arrit do të me bo një video të gjatë ngella duke i fshi, po du të me bledhe një telefon tjetër dhe me mbajt vetëm për me i bo video, për me u mundu me ndimu me në i kshil ose me në i diçka që unë di. Tere dhe të hapim komentet një 5 minuta, edhe po ashtu do hym prap mas diti. Që se keni në i koment, bënja e tani. Okej. Bënja tani në i koment që se keni, ose do hi pastaj mas dite prap, që t'ullim aty. Që se pat në njëri në i koment me e bo shpejt, në i pytje, mi këthy shpinën djellit se unë plasa vape. Se shumë nga ju e di si jeni edhe nga Kosova, ose nga Kuksi, ose këtej nga Veriu, që është shumë ftoft, edhe nuk e kanë njëtën gjendje me bleta që i kemi në këtu Ndurës. Faleminderit. Ja, dhe Macedonia besoj se do jetë ftoft. Jo, më pse të kem frikë nga bletët. Bletët i dua edhe më duan. Po bëje pyetjen, jo kam unë një pyetje. Thjesht bëje pyetjen edhe ta marrojmë. Nëse je alergjik dhe një tek pickemi bletës të vret. Nëse je alergjik, nëse si alergjik s'të bën gjë. Që një është ftoft.
nuk e di se sa kohë keni që më ndjekni, por unë kam pas thënë edhe më përpara që edhe mu më kanë bo alergji. Më kanë bo alergji dy herë më kanë bo alergji bletët. Një herë në fillim, një vit sa pata janë nisë më marrë me bletët, pa të piskuar mbrëme një bletë më këtu në qafë, edhe më bo një alergji, po nuk është se ndjesha nëjë diçka, thjesht u skuqe, u bona kështu kompletika, bona serum, kaloj. Pastaj edhe para 2 vitesh më pa të bo dhe një herë prapë, sepse herën e dytë më bone se më piskuan më shumë se 30 bletë me njërin krah. Që isha tek një bletar i ri duke e ndihmu, edhe i ra korniza ati në tokë, ai iku më vërsyën gjitha bletë mu të krau, edhe atyre më bën një alergji 2 herë, pastaj s'kam pas problem. Tani edhe po që se më pickon bleta, nuk më bëhet fare reakcion, as nuk me hejtet, as nuk kam as një problem. Tani vetëm buk mund t'i vendosësh, shërup e invert as si gjë tjetër, vetëm buk. Po çfarë temperature je, pra se nëse je në temperaturë të ftohtë, nuk mund t'i hapësh. Nëse temperatura është poshtë 15 gradë, ti mund ta hapësh, ti vendosësh bukën edhe e mbyll, nuk i hap kornizat fare, nuk ke asnjë problem. Thjesht do t'i nxjerrësh kornizat. Shirita i kam vendosur, to shiritat që i pat. Po tom e hëngsh atë tom që na e ke quat. Po tjetë në i buk që ka energji, jo me protein, ose edhe protein, ke dhe pak protein, po jo me polen që mos t'i nxisish me bo shumë pjellje, edhe mund t'jetë problem pastaj se është ftoft edhe nuk duhet me nxit bletën. Bletën të me lanë t'jetoj e vetë ma të vetën. Kur ajo e ka të nevojshme e bën pjellin, kur se shet nevojshme nuk e bën. Kam blet, a vjen t'i shosh pak se mua. Çfarë vendi i ke pra? Çfarë vendi i ke? Nëse je këtu në Durrës, nuk e di jam pranton koha më armi pas sot se di shtjera jam punë. Mjalti është 30 kg, po nuk kam më mjalt për këtë vit. Kismet vetëm vitin që vjen kur të nxjerrim triun. Unë kam thënë, unë nuk mbaj shumë bleta, unë mbaj pak blet, mbaj tek 25-50 edhe çaj e nxjerr unë e shes direkt, edhe nuk rrim u marr gjatë gjithë vitit. Edhe e di se çfarë mjalti është. Okej, atëherë po e mbyllim. Të mbaroj unë këto punët e mia që i kam këtu dhe pastaj hym mbas dite nga ora 2:30. Edhe flasim edhe ju them çfarë doni. Po nuk mund t'ju them emra produkteve këtu, asnjë emër nuk ua them, asnjë reklamë nuk ua bëj. Për arsye të ndryshme, sepse nuk dua as t'ju ndikoj se merre këtë se të bën, sepse shumë prej jush nuk i përdorin siç duhet, edhe nuk dua as t'i hyni të keni probleme, jo t'i hyni. Kështu që po iki tani dhe futem pas dite dhe diskutojmë. Kështu që kush do le të bëje flow që mos t'i humbe live-et, kush nuk do t'ja kaloj e mirë. Gjithsesi mund të më gjeni edhe në YouTube Bletari VD, ju që jeni bletar fillestar edhe doni të mësoni në diçka nga këto mënyra që bëj unë ose nga këto shpikjet që i bëj ose si do ta them, nga këto eksperimentet që bëj unë me një fjalë, ju thjesht të vëzhgoni edhe të shikoni se ç'a bën, ka ç'a nuk u bëj, ka ç'a funksionon, ç'a nuk funksionon. Nuk është të thënë që ç'a shihni tek unë ta bëni edhe ju. Se këtë ua kam thënë shumë herë. Edhe nxënja e videon deri në fund para se t'jini me komentu. Jo të gjëni 2 fjalët e para edhe me vrap atje me komentu. Se pastaj më thoni pse u bëj blok. Iga atëherë, t'ja kaloni mirë. Nxohemi mbas orës 2.